Po, atëherë sot është një ditë e veçantë, ashtu si në çdo fillim të muajit dhjetor, Korça ndes dritat e festave dhe merr pamjen magjike që shoqëron përgjatë gjithë muajit dhjetor, duke u shndruar në kryeqytetin e festimeve të festave të fundvitit në Shqipëri. Atmosfera është magjike, por nuk është vetëm atmosfera që sjellin dritat e zbukurimeve, por është edhe një kalendar i pasur me aktivitete që do të na shoqërojnë përgjatë gjithë muajit dhjetor dhe ditëve të para të janarit. Besoj që edhe këtë dhjetor, ashtu si dhe vitet e tjera, do të kemi shumë vizitor, miq, edhe vizitor të ndryshëm nga qytetet tjera Shqipërisë dhe nga jashtë Shqipërisë që do të zgjedhin Korçën si destinacionin e pushimeve dhe festimeve të tyre. Ka kohë që të gjitha kapacitetet akomoduese të Korçës janë rezervuar, janë shitur, janë prenotuar dhe shpresoj që, siç thash, kemi një atmosferë magjike që të na shoqërojë përgjatë gjithë këtij muaji. Shumë faleminderit, gëzuar festat, shëndet edhe mbarësi në çdo familje korçare dhe shqiptare.